4 javë nuk jemi la. Një problem u konë kapslëku. Ka qenë kampi mbyllur, ka qenë rreth me kapacitete 45-50.000 vetë. Falë organizatave ndryshme ndërkombëtare, Oxfamit, Kryqit Kuq Gjerman që ka patën vendos një spital fushor aty, CRS, Catholic Rescue Services, International Catholic for Migration Commission. Është interesant që shumica e këtyre organizatave kanë qenë religjioze, katolike që kanë ndihmu me ndihma. Na kanë pru buk, ushqim domon ka pas me bollëk. Po ushqimet e thata di që një problem u konë kapslëku të njerëzit, ushqimi thot, dehidrimi. Disa kanë pasur që u dufke me shku intervenime në spital aty fushor. Higjiena 4 javë nuk jemi la, nuk jemi pastru, derisa i bënën do tush kabinat improvizume, i nxeshëm ujin me zjarr, kanë qenë do bidonat plastikës, që i nxeshëm ujin përmi zjarr edhe u çuditshëm se s'po shkrihet plastika, është ajo. Ka qenë interesant që e kena nxej ujin. Na ki pru do fotografi për qasaj kohë. Nxeri kallëzëna. Kjo është një foto ku jemi unë me vllaun e Kremin, motrën Bahrien, edhe është një gazetar nga Ohio, nga Amerika, freelancer u konë në atë kohë. Ai kanë qëndru me neve 3 net në tent. I kemi ndihmu me përkthy, ai bëj historie. Kjo është një foto 2 javët e fundit, kom punu si vullnetar. Organizata ndryshme patën adaptu disa tenta më të mëdha për aktivitete për fëmijë, edhe kom punu këto tenta ku bashin aktivitete për mi socializu fëmijët me disa vullnetar nga Maqedonia. Ky jam une, atëherë gati 20 vjeçar me shumë flok. Këtu jemi në tent, motra, dhanrin veri, tash i ndjerë, bacajet, une këtu, 2 fëmijët e Qikës Tagjës, Qika Agjës, Makfirja, Lorenci dhe Loriku, tash janë në moshë të rritën. Edhe këtu kam qenë me aktivitete me fëmijë, njërën prej tentave, gjithashtu me vullnetar. Shumica kanë qenë shqiptar nga Shkupi, që vinin punonin si vullnetar në kap gjatë ditës. Këtu është vllau e Kremi me Basinajet. Këtu ditën kur jemi largu nga kampi, kemi hypë në autobus, ta jo jemit edhe na kanë qenë në aeroport. Këtu është 2 gazetarë amerikanë, Jasoni që tregova më herët dhe një gazetare tjetër, po ashtu ka qenë amerikane. Kjo është një foto e kampit. Tu jam unë. Kjo është hala, domethënë që tregova 4 javë nuk kam pas mundësi mu pastru as mu. Kjo është foto natën të kampit, nuk duken mirë. Tu janë rezervat ushqimore që i kishim në kamp. Kjo është ai hangari që shihet në foto, që është edhe sot i aeroportit bujqësor në Stankovec. Kjo është qendra e kampit. E kom bërë një foto, këto janë WC-të improvizume. Këtu njerëzit kaleshin shumë kohë për shkak që shtash një prej probleme ka qenë kapslëku. Dhe kjo është ashtu jo rezolucion i mirë, po një foto e kampit natën. Edhe këtu me një shok, në kamp, edhe kjo është një foto e kampit.